Ku jeni o Rusha? Sot këna me full për Rahovecin. Rushis o Harekës, Smaj Latifi i ka bo 84 premtime. Rezultati i tij ke befasus për mu, dita ditës veç po shkojnë të befasu. Prej 84 premtimeve ai ka mbajt 66. 7 i kanë gjysëm, 9 filluara edhe veç 2 nuk kanë fillu hiç. Ai ka më shumë të premtime në fushën e bujqësisë, ku i ka mbajt krejt premtimet përveç një që e kanë gjys edhe një pa fillume që është sponsorizimi i ligjet për ta shpallur Rahovecin zonë veçantë bujqësore. Ndërsa premtimi i dytë pa filluar është fushën e urbanizmit, i cili është hartimi i disa projekteve infrastrukturore për konkurse ndërkombëtare. Ma pak premtime ka pas fushën e shërbimeve publike, ku si rezultati final i ka mbajt gjitha përveç 2 gjysëm edhe 1 fillume. Pastaj ma pak ka pas në arsim, ekonomi e shëndetësi, ndërsa premtimet e tjera sipas fushave janë ndosi ma poshtë. Me llogaritme përqindje, po i del që i ka mbajt 78% premtimeve. Ama nonën tjetër, veç 2 i kot pa fillume. A peshe sa mirë mi mojt premtimet, e kryt mandatin faqe bardh, unë s'kam ku mu t'u kope edhe ditën e mirë. Ama prap, premtimet i ka mojt, po s'ta ka punu në vërtet, e so janë knaqër me punën, mujnë me na tregu veç qytetarët e Rahovecit. Që tregonë në komente edhe follow se i na tu analizu ka një komunë për çdo ditë. E gati u krejtën. Edhe mi po veç robat me të rënë trompin.